Ngjarja e rëndë e Ilaria Sulës, 22 vjeçares shqiptare, vazhdon të jetë një nga çështjet më të përfolura në Itali. Hetimet që vijojnë prej 2 javësh kanë zbuluar detaje të reja tronditse që hedhin dritë mbi përpjekjen e autorit për të fshehur një krim makabër. Sipas mediave italiane, Mark Samson, i dashuri i Ilarias dhe autori i dyshuar i vrasjes, ka përdorur telefonin e saj për të mashtruar shoqën e ngushtë të vajzës, Maria Sofian. Në mesazhet e dërguara pas krimit, ai pretendon se Ilaria kishte njohur një djalë të ri dhe kishte vendosur të kalonte natën në shtëpinë e saj. U takuam këtë mëngjes jashtë Sapiencës dhe më pyeti nëse do të doja të dilja me të. Do fli në shtëpinë e tij sot, shkruaj në një prej mesazheve, por ndërsa kalonin orët dhe Ilaria nuk përgjigjej më në telefon, dyshimet e shoqes u shtuan. Maria Sofia paralajmëroi se nëna e Ilarias kishte nisur të shqetësohej dhe do thërriste policin. Në mesditë, Samson sërish nga telefoni i vajzës shkroi: "Të lutem, e harrova fare që më duhet të shkoj në Terni, nuk jam në Rom." Por përgjigjja nuk e bindi shoqen e saj, që kërkoi një dëshmi të drejtë për drejtë, ndërsa Samson vazhdonte me justifikime. Mikrofoni nuk funksionon, telefoni më ra në ujë. Tentativa për të mashtruar nuk u ndal me kaq. Në 31 mars, kur zhdukja e Ilarias ishte tashmë publike, Samson hyri në profilin e saj në Facebook dhe postoi: "Faleminderit të gjithëve, jam mirë." Ishte kjo përpjekja e fundit për të fshehur të vërtetën, përpara se trupi i vajzës të gjendej natën mes 1 dhe 2 prillit, duke zbuluar krimin që kishte tronditur si komunitetin shqiptar, ashtu edhe atë italian.